Paralajmërimet për lëvizje politike nga njëri kamp politik tek tjetri duket se kanë filluar të formalizohen, edhe pse jo zyrtarisht. Deputeti i Frontit Evropian Bejxhan Ilias ditën e djeshme në Kuvendin e Maqedonisë ka mbështetur me vot për disa propozim ligje të cilat ka kohë që nuk votohen në kuvend për shkak të mungesës së badinterit. Për këtë veprim të Ilias u pyet në konferencë Ziadin Sela, që është formalisht njëri nga krerët e Frontit Evropian, i cili mes tjerash tha se nuk mund të flas për veprimet individuale të deputetëve dhe se për këtë duhet të flas vetë deputeti Bejxhan Ilias. Sela tha se është kundër lëvizjeve politike dhe marrjeve të deputetëve, thotë se Ilias nuk e ka konsultuar fare për këtë veprim. Respektoj parimin e autonomisë së veprimit të çdo deputeti, se në fundit është përfaqësues popullit, apo? Po nuk është kjo formë. Nuk mendoj që ndërtojmë politikë çndosh. U di unë me këto forma kur mundohemi që të marrim këta ose të marrim ata. Në qoftë se ka ndonjë qëndrim nga ndonjë deputet, edhe në kuadër të aleancës, po them, që është ndryshe nga aleanca, unë mendoj që qëndrimet duhet shprehen fillimisht këtu. Megjithatë, Ilias nuk është deputeti i vetëm opozitar që ka votuar këto propozim ligje, sepse të njëjtët me vot për i kanë mbështetur edhe deputet të Aleancës së Taravarit dhe deputet të LSDM-s opozitare.